Nuk e di aja kemi më vesh vetës, apo është një trend, apo me të vërtet është një ndryshim i shoqërisë, por fjala kam ankth, kam depresion, sikur po përdoret shumë shpesh, Besnik, edhe ka pacienta çdo ditë më shumë mirë që po e vetë vlerësojnë dhe po vinë për me marrë terapi, po a është reale kjo çka po ndodh? Në praktikën klinike, sidomos të kjo gjeneratat e reja është trend. A është trend? Më thonë, klienti vjen, thotë unë kam depresion, edhe tire simptomat ose kam ankth, edhe hynë lexo shumë, e në fakt, leximin këtë drejtim, klientin po supozoj një hipotezë më të ketë pas një shqetësim, hynë lexon për ankthin, edhe aty krejt simptomat që ka i teston apo i gjen te vetja, edhe në këtë forma i ndërton një sistem që e sheh veten sikur ka patologji. Këto raste, leximi është simptom i ankthit, përshtypja jam që kom pa me klienta, domethënë aty zhvillohet, provokohet me u zhvillu ankthi, edhe kur punoj me klienta, kur e kanë këtë natyrë problemit, shumicën e herave ju rekomandoj mos me lexu për çat patologji që po lexojnë. Provoj nëse kanë interesim për me lexu, me ju jap informata ose ide tjera, po jo me lexu me idenë që unë jam doktor ose psikolog, unë e testoj veten, sepse është në kulturë vazhdon të jetë ajo, unë jam psikolog i vetes. Po në këtë raste, kur po thellohen, edhe tash literatura internetit është shumë e pasur, atëherë ma tepër po jap efekte negative, sepse po e lexojnë patologjinë, nuk po e lexojnë si me ja dal ndaj teknikë relaksuese ose diçka tjetër, po fokusohen te simptomi, edhe e krijojnë atë sensin, atë elementi sikur është profesionist hulumtues, edhe mandej ajo po i djeg energjit, ajo po i djeg forcën, edhe po i shpenzon, edhe mandej ndjesitë e tyre po bëhen më të rënduara.